Jo çdo person që bën bidat është bidatxhi. Jo çdo person që bën kufër është kafir. Sheikh Ubejd el-Jabiri e thot një thënie, ka dallim mes personit që i thuhet sahibul bid'a edhe mubtadi'. Mundet personi me bën një bidat caktuar. Dhe nëse i ngritet argumenti, ai lën atë bidat. Ky person nuk është mubtadi'. Ky person nuk është bidatxhi. Mundet një person me bo kufër, nuk e din, edhe qfar, kur t'ja ngrit argumentin, thot nuk e kom dit, atë nuk është kafir. Duhet me bo dallimin, duhet me pas kujdes. Pastaj duhet me shiku, personi kur bëhet bidatxhi. Personi bëhet bidatxhi nëse e ka një prej bidateve që e kanë grupet që e kanë kundërshtuar besimin e ahli sunnit. Për shembull, besimi i xhawarixhve, besimi i murxhive, besimi i mu'tazilve, besimi i shiave, apo të gjitha këto grupeve. Dhe ky person e ka një bidat të që është veçu ai grup. Dhe çfarë bën ky? Ky e merr çat bidat, pastaj e bën bazë të fezëve. Dhe në bazë të kësaj i nxjerr njerëzit pi fesë apo i shtin. Urren dhe dashuron për çat bidat. Ky person është bidatxhi. Është edhe një rregull tjetër. Një person i cili është pasues i sunetit vllazni dhe aksidentalisht metodologjia e tij, menhexhi i tij, i ndjekjes argumenteve, i ndjek argumentet, Kur'anin, Sunetin, sahabët. Dihet metodologjia e tij e ndjekjes. Gjatë ijtihadit e bën një bidat apo bjerë në bidat. Ky person a është selefi apo është bidatxhi? Ky person është selefi, pasues i sunetit, po çfarë bidatin e ka bërë? Rrugën që është e ndjek, e ka ndjek rrugën e sunetit, po aksidentalisht ka ra. Dhe ky person është pasues i sunetit. Bukur. Personi që e njohim si pasues të bidatit, pason sunetin në disa aspekte. Ky person është pasues i sunetit? Jo.